Që në ata të protestës janarit, vjetorit në minus 10 grad, 12 grad, gjithmonë që atë u flet, gjithmonë që nevoja flet, diaspora është këtu. Do të ka qenë, do të jetë dhe pse larg fizikisht, me zemër, me mendje, me shpirt, kemi qenë, do të jemi dhe do të vazhdojmë që të jemi. Kjo qeveri duhet të largohet, ky sistem pas 36 vite duhet të hapë rrugë, duhet të bëjë të mundur që rinia të marrë drejtimin. Ajo klasë politike duhet një orë më parë i hapi rrugë rinisë, sepse veç e ka përzënë, e ka bërë të pamundur që kjo rini ky vend të eci përpara. E kanë blokuar me mekanizmat e tyre edhe është e pamundur që neve të vazhdojmë edhe të emigrojmë dhe në ditën sotme. Faleminderit. Ne vim nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Belgjika, nga gjitha ne. Po shqiptarët këtu ku janë? Ku janë administrata? Ku janë populli thjesht? Se s'bashkohen me ne, po bëjmë me duhet huga. Gjithë duhet të këmë bashkë. Jemi gjithë shqiptarë për një flamur. Faleminderit gjithë.